sepse kjo mark. Seanca plenare është shoqëruar me tensione sot pas një përplasje mes deputetes demokrate Elda Hoti dhe kryetarit të grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Debatet mes mazhorancës dhe opozitës nisën në momentin që kryeparlamentari Niko Peleshi ndërpreu fjalën numri 2 të PD-s Flamur Noka. Opozita u ngrit në këmbë në shenjë proteste duke bllokuar foltoren, ndërkohë që kryeparlamentari ia dha fjalën socialistes Bora Muzhaqi. Në këtë moment demokratja Elda Hoti shkon që të heq kartën e zonjës Muzhaqi e përplaset me Tauland Ballën. Pas kësaj demokratët u çuan në këmbë duke kërkuar përjashtimin e Tauland Ballës, pasi përdori fjalë fyese ndaj deputetes Elda Hoti. Partia Socialiste Seanca u ndërprej për disa minuta e mësohet se Flamur Noka ka hedhur një shishe ujë drejt socialistit Balla. Tensioni ka vazhduar edhe kur parlamenti rifilloi e Partia Demokratike kërkoi që Tauland Balla të dalë jashtë. Zotria që guxoi të fyente, të kërcënonte deputetet femra të grupit parlamentar të PD-s do duhet të dalë përjashta. Që kjo seancë ketë mundësinë të funksionoj në normalitet. Deputeti janë fjalë e cila ka penguar deputeten tonë të mbaj fjalën, ka marrë kartat, do të përballet me sanksionet që ka rregulloria dhe që kërkesa jonë sapo është depozituar. Por kur një burr provokon mi dekorin dhe merret vetëm me gra, ka vetëm një shprehje për te. Merre zoti kryetar. Kape për zhelesh e zjarre jashtë. Mua nuk ma merr të mendja që do vinte dita të rikthenim tok fjalshin kape për zhelesh për shembull, si normë, që se kam mendova se i kishim thënë lamdumirën. Seanca u ndërprej 2 herë, por për shkak se opozita nuk u tërhoq nga kërkesa e saj për përjashtimin e Tauland Ballës dhe vazhdoi protestën brenda parlamentit, socialistët kaluan në votimin e projekt ligjeve duke ndërprerë diskutimet. Projekt ligj, kush është dakord?